shpeshherë dëgjojmë edhe nga ata që shkolla nuk ka më vlerë. Si mund të kthehet morali në shkollë, në arsim? Si mund të kthehet besimi me një fjalë? Unë nuk pajtohem me atë se shkolla nuk ka vlerë, pa shkollë nuk mund të jetë një shoqëri e kohëve të sotme, sepse inovacioni është te i madh se i përshpejtuar dhe ai atë inovacion në formë grupore mund ta bëj vetëm në përmes procesit edukativo arsimor. Po elementet që u përmendën pak më parë, vërtet e dobësojnë, vërtet e njollosin, vërtet e bëjnë të tendosur këtë proces. Unë mendoj se këtu çelësi gjithasaj është në besueshmërinë, në reciprocitetin, bashkëpunimin e ngushtë midis nxënësit, mësimdhënësit, prindit dhe kuptohet në kuadër të ligjeve. Kur flas të ligjet, ligjdhënësi duhet të jetë i përpikt, i qartë dhe kuptohet të respektojë, të fillon respekti nga vetë ligjdhënësi deri tek ligjkryersi do të isha thënë.